gjatë administrimit ndërkombëtar, ku është të vërtet që eksponentët e atij administrimi nuk është se kanë pas shumë kështu për qef me hulumtu krimet e Serbisë, thjesht edhe më pastaj për çështje që kanë të bëjnë me mënyrën se si është rregullu çështja e Kosovës në kuptimin e kornizës juridike ndërkombëtare, duke filluar prej pamundësimit që të përdoret termi gjenocid, masakre etj. Mirë, po kush nuk i ka ndaluar. Me gjenocid është abuzuar shumë, masakra ka qenë diçka që është konstatuar prej fillimit. E vërteta është që me gjenocid është luajtur politikisht. Lun shumë edhe kjo qeveri, edhe pushteti juaj lun shumë, edhe spekulon shumë, edhe ja fut ka pak për hirë vërtetë se ka bo dhe ma herët, ja ka bo dhe Thaçi, ja ka bo dhe Haradinaj. Me termi gjenocid kanë spekulu i madhe i vogël. Masakra është masakr, edhe gjërat janë, Dubrava është masakr e konstatume në disa nivele. Reçaku është masakr e konstatume në disa nivele, është e procesume në Hag, në ma shumë se një rast. Mehja, Korenica janë procesume edhe në Hag, në ma shumë se një rast, janë gjyku njerëz me këtë punë, edhe në bazë të aty në fakteve, që ato ka qenë, ka gjazër mi deformu. Me shkru që ka pas njerës të armatosën në Burg Dubravës është, mas butë i thonë është... Kjo është huqe e madhe, po prapa thomë, kjo ekspozit dhe libri, i cili bartë autorësinë një personi, një aktivistit të shoqërisë civile, të cilën unë asë një rëthan nuk kemi prirë që ta lidhi me konspiracione të Serbisë, me agenda. Jo, unë mendoj që piknisja e ti është në emër të universalitetit, ti e ke huq kontekstin i cili jep kuptimin parsor të një masakre, të një krimi, të një vrasje, etj. Që po supozoj që është e saktë që kjo që po thoni. Njeri ja ka huq. Në këtë vend ki drejt kushtetuse me ja huq seneve edhe në regull është. Ja ka huq mane shtetit, gjithësisht Ministria Jashtme që i ka ble ata libra, edhe i ka shpërndo. Su në marrë vesh që nuk merë përgjithësi për autorësi, po merë përgjithësi për diplomaci publike që e ka bën me paret mijat, që është huqje e madhe. Edhe deri tash me sot ju nuk janë tërhek ata libra. Nuk ka urdhën mi thonë ambasadave tërheqni ata libra për faqet zezë. E dyta, e që është ma simptomatike, si Ardian Gola. Ju deputet, ju nënkryetari kuvendit, si Ardian Gola. Nëse, masit kërset një skandal me Xhen Gashin, bëhet e madhe ose reaktualizohet një profil cilin e kemi njoft. Nëse masit votohet Dimal Basha, kryetari kuvendit, del një publikim i ti që UÇK-n e portretizon jo bashkë në mënyrën ma të mirë të mundshme. Nëse soher ka telashe që shpoti sot me Ramush Haradinajn, komandant i zonës Dukagjinit, del diqysh Donika Gërvala gjithë në front. A janë krejtë citu rastësi, a janë të izolume, a seriosisht ka një vi anti-UÇK mrena, dika në politikë? Ja, në asë një rëthan nuk ka vi anti-UÇK. Unë nuk mendoj që asë një parti politike në Kosovë